Shkruan, ky mesazh i drejtohet bajrajve të Shkodrës, nëse familjes time i preket qofte edhe një qime floku, unë s'kam me lëm pa ju shkatru, sa të kem jetë, shkruan Mariana Koçeku pikërisht në një reagim në rrjetin e saj social të Facebookut, përpashtu edhe në Instagram, duke denoncuar pikërisht këtë kërcënim që ajo eve në pa bërë ndaj familjes së saj. Le ta lexojmë edhe një herë atë se çfarë ajo shkruan saktësisht. Ky mesazh i drejtohet bajrajve të Shkodrës, nëse familjes teme i preket qofte edhe një qime floku, unë s'kam me lëm pa ju shkatru, sa të kem jetë. Ky reagim i saj vjen me një herë pasi vetëm 3 ditë më parë, ajo në fakt bëri njoftimin e saj po në rrjetin social të Facebookut, ku dha pikërisht dorëheqjen nga qeveria e kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që mandatin e saj do ta vijojë. Është një mandat, ka deklaruar Mariana Koçeku, të cilin e ka fituar dhe nga qytetarët shqiptar, vjen pikërisht mëngjesin e ditës së sotme, pra me këtë reagim denoncim, duhet thënë, nga ana e deputetes së qarkut të Shkodrës, e cila denoncon një kërcënim bërë nga familja e saj. Në mesazh ajo i adresohet të qartë dhe drejtuar pikërisht bajrajve të Shkodrës, teksa thotë se nëse familjes teme i preket qoftë edhe një qime floku, unë s'kam me lëm pa ju shkatru, sa të kem jetën. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur pikërisht në këtë ngjarje që Mariana Koçeku e ka denoncuar mëngjesin e ditës së sotme, ndoshta organet kompetente do të veprojnë menjëherë pas këtij denoncimi